Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 14, data 14, një ditë shumë e rëndësishme e këtij tetori ku do të flasim shumë për sa i përket të çështjeve madhore dhe ndryshimeve. Dita e sotme ka jo vetëm ndikime, por ka dhe shumë mundësira, sepse Afrodita kalon në shenjën e dytë sunimtare të shenjës tuaj në peshore, ku Afrodita është planeti i bukurisë, i marrëdhënieve me paran dhe në ndikimin në peshore jenë me disë ideal për të shprehur dhuratat e saj dhe për të dhënë në një favor në fatin tuaj në lidhje me çështjet e punës, në lidhje me çështjet e karrierës dhe jo vetëm. Në të njëjtën ditë ku formohet ndikimi i Afroditës në peshore me Neptunin në dash, ky kënd mund ta bëj me nostalgji për të kaluarën, me tendencë për të realizuar disa gjëra që i kemi lënë pas dore. Dhe kjo duket se kemi të gjitha mundësitë që neve na jepet për sa përket punës, për sa përket karrierës dhe pritjet të larta ekonomiko-financiare. Përfitojnë shumë të shenjës së dashit Gaforia, Peshorja, Bricjapi me datëlindje të dhjetë të parë ose ata që kanë ascendente në këtë shenjë. Gjithashtu trekënd që midis Afroditës dhe Uranit, ku është një kënd shumë pozitiv, na bën të ndjeshëm dhe shumë romantik, që do të thotë që meqense ka të bëjë në lidhje me punën aktuale, ka të bëjë me disa çështje shumë madhore dhe këtu përfitojnë jashtëmase shenjat e ajrit dhe kjo do të thotë i diçka e papritur ndikon pozitivisht një dhuratë, një punë, një nismë të re. Shenjat e ajrit që janë binjakët, janë Peshorja, Ujori. Pikërisht kjo ditë do mbahet mend për gjërat të mëdha që do ndodhin, për ndryshimet që do të kemi nga tani e tutje, ku janë gjërat më ideale dhe më të mira të qenë ndonjëherë. Plutoni futet në një pozicion për të kthyer në rrugtimin e tij të drejtë në New York, duke lehtësuar ndryshimet e thella në jetën tonë. Do të ndikojnë shumë Demi, Luania, Krepi, Ujori, të ditësit parë ose ata që kanë ascendente në këto shenja. Por para se të filloj me parashikimin e kësaj dite